Gjëja parë, kur kam vendos për me hy në politik, ende pa u bë publik kandidimi im, I kam thirrë të gjithë ata personat të cilët kanë qenë në listë për deputet, që veç dije paraprakisht, dhe I kam treguar se për mua nuk ka qenë diçka e mirë që ata me kuptu prej televizionit se unë do t'jem kolegi tyre. Mandej kam filluar me I taku përfaqësues të strukturave vazhdimisht në lidhjen demokratike këtu në Suarek, edhe po ashtu po kontaktoj njerëz të cilët mendoj se e njojnë përparësitë e mia për të qenë në këtë garë për deputet. E di që sfidat nuk janë të vogla, por mendoj se ajo që neve na takon është me bërë një garë korrekte, edhe me dhënë një model që qysh njerëzit e tjerë munden me pa. Fushatat klasike të cilat janë bërë model në Kosovë, me cilat kalohet shumë në sharje, fyrje, për mua nuk janë ato që unë I pretendoj. Përveç po e sjellin një profil të shoqërisë civile, po du me ndru edhe modelin klasik të bamit politik. Të paktën nga këndem.